Ka prokuror e dashur Grida në SPAK që nuk e fillojnë ditën e punës pa i kthyer 3 dopjo raki te lokali SPAK-ut. I din ata, edhe ai kolegu atje. Varet se sa aftësi ka njeriu për të normale dhe pas 3. Pra SPAK-u s'është një entitet i vetëm. Pra pas 3 dopjove ti dhe edhe kryeëngjëlli Gabriel të dalit të duket fajtor. Varet me sa dependent ndaj alkoolit je. Jo, po i pide për ditë, mund të futemi edhe në filozofinë e alkoolit, po i pide për ditë nga 3 dopjo të zë dhe me avull pas edhe me erë. Okej. Po nuk është problemi atë. Ka dhe prokuror të tjerë. Se janë më të zgjuar nga unë. Ti e gatshëm ti thuash, po s'lëm ti thuash. Jo, tani do themi fjalë të mira. Okej. Ka kolegë e kundërta pra. Po s'janë fakte, çështja është. Po janë të gjitha. Do të kërkoj foto pastaj ata duke konsumuar ose jo. Po kemi dhe fotot, po tani nuk është moment privat pirja e rakis. Okej. Ka dhe kolegë të tjerë në SPAK të cilët punojnë nga 20 orë në ditë mbi dosje. Është një prej syresh i cili pritet të ketë një sukses të madh në një hetim të një çështje të madhe që po bën, i cili punon nga 20 orë në ditë dhe u thotë. Është njëra nga këto çështje tua apo tjetër? Është njëra nga këto këtu. Okej. I cili gjatë 20 orëve të punës i thotë oficerëve të BKH-s, "Ore thotë, munda nana, shkoni më merrni një byrek me gjizë, se ka një zonë të Shqipërisë, për shembull që ka këtë shprehje munda nana." Munda nana do të thënë kur lodhe shumë. Okej. Dhe prokuror, ky oficer i BKH-s, kur shkoni a merr byrekun i thot kolegëve, "Ora, se gjynase shefit mund të ndarë në me gjithmonë." Sigur jeton me ata. Dhallën e merr dhallën apo? Jetojmë me ata për ditë sepse këtë detyrë kemi. Pra jemi zonja Duma, nuk ka një SPAK pra, prandaj të dhash të shembull. Pra nga ky deri ky të mora ekstremet, ka shumë histori njerëzore brenda. Janë 2 ngjyrime krejt të ndryshme po më thua. Të njëjtës organizatë, organizatë drejtësie, por aty brenda pastaj duke parë këto shembull nuk flasim dot për një entitet të vetëm. Pra do ketë prokuror të suksesshëm, do ketë prokuror të dështuar. Mirë, do e pyes Anilën se të jap një përgjigje për atë se shumë e bukur e skema politikisht dhe juridikisht, prandaj unë vazhdoj të rike menaxhimi i rrezikut. Çfarë ndodh? Skem që ka ndodhur në Rumani, në Kroaci dhe në shumë vende tjera. Krijohet ligji i dekriminalizimit dhe pastaj fillojnë goditjet me prokurorinë e posaçme. Çfarë ndodh? Në rast se ti do thot, po të ketë pasur hetim, fajësisë apo pa fajësisë, në rast se ti ke patur një hetim, në rast se ke patur një mansigurimi, i bën të fala politikës. Dhe kjo është një mënyrë pastrimi. Në rast se nuk ndryshon ligjin për dekriminalizimin. Ikën ai, mbas 10 vjetësh burg, pothuajse të gjithë del me flokë të bardha. Në rast se hyn në një sistem i cili pavarësisht të nxjerr fajtor apo jo, për çështje të dinjitetit tënd dhe të drejtave të tua të njeriut, me politikën ke kryer punë. Okej. Të vetme që po mbizotrojnë në politikës vetëm Berisha dhe Balluku. Për të vërtetës. Berisha ka një dosje që pavarësisht se duket si e re, në fakt është dosje e vjetër, sepse është hetuar një nga prokurori i Tiranës dhe ka vendim pushimi. Ilir Beqja po ashtu duket sikur e ka të re, por çështja e sterilizimit pajisjeve kirurgjikale është një dosje e vjetër sepse është hetuar nga prokurori i Tiranës dhe ka një vendim pushimi edhe ajo. Më vonë pastaj nxorën këta si dosje të re, quam për shkelje pa barazisë në tendra, shpërdorim detyre, më pas apeli e çovi deri te grupi struktura kriminale dhe më pas nuk u pranua nga SPAK-u. Gërdeci dhe 20 janari, pastaj dihet se ato janë. Kush ha para burgim merr fund. Kush është i zgjuar dhe shpëton para burgimit rri në lojë. Po them ta 2 emra aktualisht po mbizotrojnë. Këta janë para burgim. Ne po qëndrojnë në politikë, pavarësisht se kanë akuza, kanë hetime, Berisha madje kanë ngrënë. Berisha kanë ngrënë dhe burgun. Kanë ngrënë burg Berisha, arrest shtëpie se barazlesë një lloj. Po një lloj. Dinte në dritare si papa fliste urbi e tonë mirë, nga si mas. Nuk është njësoj. Njësoj është. Po ta kishin çunë 313 mund dilte edhe aty në dritare dhe do bënte atje mitingun. Nuk ke ku ti flasësh. Ilir Meta vetëm aty avokatit të tij flet, edhe aty nuk e di çfarë i thot. Po kurse Berisha fliste si papa, urbi e torbi kishte donat, besimtarët poshtë rinin me gojapur. Pra ka disa masa që duken njësoj, po politikisht nuk janë njësoj. Për hir të vërtetës masat, në fakt për politikanët, unë shpresoj që do diskutojmë më vonë çështjen e arrestit në burg, siç do bëj gjykata e lartë. Por masat për politikanët mund të mos jenë më arrest në burg, edhe është një logjik normale. Sidomos kur çështja politikanët duke pa zhvillimet e fundit që ndodhin me politikanët, me përplasjen që u bë SPAK-ut ose refuzimin që u bë SPAK-ut për zhvillimet e fundit në çështjen e fundit, mbase mund të zgjidhet një çështje më shumë ligjore se sa e masave të sigurimit, që nën kupton
ti, derisa ke ardhur në këtë standard, ku thuaj që do i jap fund pa ndëshkueshmërisë, do tas gjithkënd për korrupsionin, atëherë miratoj një ligj dhe thuaj, mos e lër në dorë të shqiptarit, në dorë të ndërgjegjes shqiptarit, se nuk ka shqiptar që jep dorëheqjen, edhe thuaj, në momentin që fillon një hetim penal ndaj teje, ti pezullosh automatikisht ku do të jesh. Okej.